fillojmë me njëherë ditët që duhet ketë shumë kujdes, është dita e martë dhe e mërkurë, sepse kemi të vendosur Marsin tek shtëpia shtatë dhe kjo do të thotë që mund të kenë një ego pak të lartë, ose partneri tyre mund të ketë një ego vërtet shumë të lartë. Në qoftë se nuk jeni në një lidhje, pra nuk jeni në një lidhje sentimentale, kjo është e vlefshme edhe në lidhje me personat që kaloni më tepër kohën. Por që pjesa tjetër e javës, përfshirë edhe këto ditë, do të jetë vërtet shumë pozitive në lidhje me çështjet e mirëqenies ekonomike. Do të kemi një rikthim tashmë, ose më themi kthimin e gjithë mundit që ka bërë shenja ujore. Do të keni një komunikim vërtet shumë efektiv. Do të thonë që do të jenë vërtet shumë të përgjegjshëm. Dhe mbi të gjitha mund të marrë edhe një ndihmë shumë të madhe nga vëllezërit, nga motrat e tyre, nga rrethit e tyre ngushtë. Kjo është një javë në të cilën do të kemë vërtet shumë fat. Do të kemë fat në dashuri, do të kemë fat në jetën e përditshme, do të kemë fat në lidhje me fillime të reja, krijime të reja, nëse duan të krijojnë një punë të tyre, nëse duan të krijojnë të fitojnë lek nga hobi i tyre të tjerë. Edhe për ta, nëse ndihmoni personat që kanë nevojë, sidomos femrat që kanë nevojë, fati juaj do të shtohet edhe më tepër.